Sot e kemi në tavolinë planin e dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat për 2 vjet dhe për herë të parë kemi në dorë ne, unë, ju, të gjithë dhe të gjitha ato që janë jashtë, një mundësi historike, reale, aktuale, që të hyjmë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Për herë të parë janë rreshtuar yjet në favorin tonë, se për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në BE, po për herë të parë është dhe BE-ja që do që ta marrë në gjirin e vet. Dhe prandaj po negociojmë si të çmendur për ta mbyllur në 3 vjet një proces që për të tjerët ka zgjatur shumë më tepër.